E dim pra, si që cek edhe vetë, që ke jetuar me tyshime dhe ankre këto ditë në shtëpi dhe se ke dashur një shenjë për vijshmërinë tënde brenda shtëpisë. Dhe tani të them se ne kemi sot këtë shenjë që të vjen përmes një mesazhi zanor. Mamyt, më në fund, ka vendosur të reagoj dhe të jap mendimin e saj përfundimtar për qëndrimin tënd aty brenda shtëpisë. A je gati ta dëgjojmë? Po. Ta ndjekim. Benita ime e dashur, ta dish se mami e ka kuptuar plotësisht zgjedhjen tënde. Ti e dëgjove shqetësimin tim rreth lojës dhe zgjodhe të vazhdosh tutje, jo me lojë, por me personalitet tëndin. E kjo më tregon sa e fortë dhe sa e vendosur je. Atë ditë u bëra e fortë për ty. U grimova dhe buzëqesha që mos të rëndoja. Prandaj, me të drejtë mendove dhe ishe e bindur se unë jam shëndosh dhe kisha shqetësim vetëm lojën e gabuar. Por sot jam shumë mirë, edhe me shëndet po ashtu. Veç mos haro se shëndeti e zemra lëndohen përsëri nëse diçka nuk shkon si duhet. Jam krenare për ty, vazhdo përpara, e fortë, por mbaje gjithmonë nënën në mendje. Të dua shumë. Oh my God! Oh, Zot! Benita. Alaudin, Tu hoqën shumë pas nga shpina, nga rkese? Oh, adin këtu lirova. Adin shpontina sa mirë, faleminderit shumë. Mamit, du shumë. Të dua, babi, Ardian, Bella. O, Zot.